Fenomeni I heqjes dorë nga platformat masive të ndërveprimit digital është aktualisht një nga vendimet më interesante dhe kuptimplote nga perspektiva e psikologjisë së sjelljes. Në një epokë ku ekzistenca duket se vërtetohet vetëm nga prania e dikujt në internet, individi që zgjedh vullnetarisht të qëndrojë jashtë mediave sociale nuk po bën thjesht një zgjedhje teknike, por përkundrazi demonstron një strukturë personaliteti të karakterizuar nga autonomia, vetërregullimi dhe një hierarki shumë specifike vlerash. Ky refuzim nuk është thjesht një shkëputje, por një mënyrë aktive e të jetuarit në botë që I jep përparësi përvojës së drejt për drejt mbi përfaqësimin digital dhe mirëqenies së brendshme mbi vlerësimin e jashtëm. Pëlqeni, abonohuni dhe shpërndajeni. Le të fillojmë. Për të kuptuar psikologjinë e atyre që nuk përdorin mediat sociale, është thelbësore të analizohet koncepti I vlerësimit social dhe ndikimi I tij në sistemin e shpërblimit të trurit. Platformat e mediave sociale janë të dizajnuara për të shfrytëzuar çlirimin e dopaminës përmes përforcimit të ndërprer, rrjedhës së vazhdueshme të miratimeve në formën e pëlqimeve ose komenteve. Individët që zgjedhin të mos marrin pjesë në këtë cikel, zakonisht kanë një ndjenjë të brendshme të vetvlerësimit. Ata nuk kanë nevojë për një vëzhgues të jashtëm për të konfirmuar cilësinë e ushqimit të tyre, bukurinë e udhëtimit të tyre ose thellësinë e mendimeve të tyre për t'i ndier ato si të vërteta ose të vlefshme. Kjo pavarësi emocionale sugjeron një pjekuri psikologjike, në të cilën një ndjenjë vetvlerësimit lind nga qëndrueshmëria e brendshme, jo nga vëllimi I ndërveprimit digjital. Psikologjia e vëmendjes është një tjetër fushë ku këta individ shkëlqejnë ndjeshëm. Ne jetojmë në atë që ekspertët e quajnë ekonomia e vëmendjes, ku çdo aplikacion konkuron për të kapur kohën e përdoruesit përmes njoftimeve dhe algoritmeve të pafundme të lëvizjes. Ata që nuk përdorin media sociale kanë tendencë të jenë njerëz që e vlerësojnë thellësisht aftësinë e tyre për t'u përqendruar dhe për t'u fokusuar. Duke eliminuar zurmën e krahasimit të vazhdueshëm dhe bombardimin e informacionit të fragmentuar, këta individ arrin të ruajnë atë që njihet si gjendja e rrjedhës. Aftësia e tyre për t'u angazhuar në një detyrë të vetme, siç është lehtësimi I një libri të gjatë, kopshtaria ose mbajtja e një bisede 2 orëshe pa parë një ekran, është një dëshmi e higjienës mendore superiore që mbron korteksin prefrontal nga lodhja njohëse. Një tipar dallues në personalitetet e këtyre individëve është rezistenca e tyre ndaj frikës së humbjes së diçkaje, një fenomen I dokumentuar gjerësisht në psikologji në akronimin FOMO. Shoqëria bashkëkohore I detyron njerëzit të qëndrojnë në hap me çdo trend, çdo ngjarje dhe çdo mendim përkatës brenda rrethit të tyre shoqëror. Megjithatë, ata që qëndrojnë larg mediave sociale, shpesh kanë zhvilluar një rezistencë të veçantë ndaj këtij presioni. Në vend të frikës, ata përjetojnë atë që disa psikologë quajnë kënaqësia e humbjes së diçkaje. Ekziston një kënaqësi e thellë në dieninë se nuk duhet të reagojnë ndaj gjithçkaje, se nuk duhet të japin mendimin e tyre në çdo polemik dhe se jeta e tyre mund të zhvillohet me një diskrecion që u jep paqe dhe liri. Krahasimi social është një nga burimet më të mëdha të ankthit dhe depresionit sot. Mediat sociale paraqesin versione të hiperkuruara dhe të filtruara të realitetit, duke krijuar një standard jetese të paarritshëm që gjeneron ndjenja të pamjaftueshmërisë tek përdoruesit. Individët që nuk përdorin mediat sociale mbrojnë veten nga ky bombardim I jetëve të përsosura. Kornica e tyre e referencës është realiteti I tyre fizik dhe marrëdhëniet e prekshme, jo një ekran plot me të huaj që duket se kanë sukses në çdo fushë të jetës së tyre. Kjo shkëputje nga krahasimi I vazhdueshëm lejon një marrëdhënie më të shëndetshme me trupin e dikujt. Arritjet personale dhe kalimin e kohës, pasi nuk ka urgjencë për të konkuruar me një fantazm digjitale që nuk plaket dhe nuk dështon kurrë. Nga perspektiva e privatësisë dhe identitetit, ata që shmangin mediat sociale, shpesh kanë një ndjenjë shumë të veçantë për veten. Ata e kuptojnë se intimiteti është një thesar që zhvlerësohet kur ekspozohet masivisht.
Për këta individ, ndarja e një momenti të veçantë vetëm me një person në jetën reale është pafundësisht më pasuruese se sa ndarja e tij me 500 të njohur digital. Kjo mbrojtje e privatësisë nuk buron nga frika ose nga të paturit diçka për të fshehur, por nga të kuptuarit se shenjtëria e momenteve intime qëndron pikërisht në ekskluzivitetin e tyre. Duke mos e eksternalizuar çdo mendim ose ngjarje, ata ruajnë një botë të brendshme të fortë dhe misterioze që lejon autenticitet më të madh në takimet e tyre ballë për ballë. Cilësia e marrëdhënieve të tyre shoqërore është, në mënyrë paradoksale, një nga pikat e tyre më të forta. Edhe pse dikush mund të mendojë se janë të izoluar, psikologjia vërem se lidhjet e tyre kanë tendencë të jenë më të thella dhe më të qëndrueshme. Duke mos pasur mbështetjen e mediave sociale për të mbajtur kontakt sipërfaqësor, këta individ janë të detyruar të investojnë kohë dhe përpjekje reale në kryerjen e telefonatave, vizitën e miqve ose shkrimin e emaileve kuptimplote. Marrëdhëniet e tyre nuk mbështeten nga inercia e shfletimit të fotove në një burim, por nga një dëshirë aktive për t'u lidhur. Kjo natyrshëm filtron njohjet e rastësishme dhe forcon rrethin e tyre të brendshëm, duke krijuar një rrjet mbështetjeje shoqërore që është shumë më rezistent ndaj krizave të jetës sesa një listë ndjekësish virtual. Është gjithashtu e rëndësishme të merret në konsiderat ndikimi në shëndetin mendor që lidhet me menaxhimin e kohës dhe mërzitjen. Njerëzit që nuk përdorin mediat sociale përjetojnë më shpesh momente boshëllku dhe heshtjeje. Në vend që të mbushin çdo sekond pritjeje në zyrën e mjekut ose në transportin publik duke shfletuar një ekran, këta individ e lejojnë mendjen e tyre të endet. Ky kohë e lirë e padrejtuar është thelbësore për kreativitetin dhe për përpunimin e traumave dhe konflikteve të brendshme. Duke mos shmangur mërzitjen përmes stimulimit të vazhdueshëm digital, ata kanë mundësinë të njohin veten në nivele që ata që janë gjithmonë të lidhur rrallë i arrijnë. Psikologjia evolucionare mund të sugjerojë që këta individ janë më të lidhur me aftësinë biologjike të trurit për të përpunuar grupet shoqërore. Numri i Dunbarit pohon se njerëzit mund të mbajnë marrëdhënie shoqërore kuptimplote vetëm me afërsisht 150 persona. Mediat sociale na detyrojnë të menaxhojmë rrjete me mira, duke mbingarkuar kapacitetin ton njohës dhe duke gjeneruar stres të holl kronik. Ata që zgjedhin të mos marrin pjesë, me vetdije ose pa vetdije, po respektojnë kufijtë natyror të arkitekturës së tyre mendore, duke shmangur lodhjen nga empatia dhe bollkun e informacionit të parëndësishëm rreth jetës së njerëzve të tjerë. Pastaj, pëlqeni, abonoheni dhe shpërndajeni. Për sa i përket autonomisë dhe lirisë politike dhe ekonomike, abstenimi nga mediat sociale është gjithashtu një deklaratë pavarësie nga manipulimi algoritmik. Psikologjia e konsumatorit ka treguar se si këto platforma i formsojnë dëshirat dhe opinionet tona, pothuajse në mënyrë të padukshme. Individët që qëndrojnë jashtë këtij ekosistemi kanë më shumë gjasa të zhvillojnë mendim kritik të pavarur, të lirë nga dhomat e jehonës që përforcojnë paragjykimet dhe polarizimin. Pikpamja e tyre botërore ushehet nga burime më të larmishme, më pak të anshme nga dizajni i inteligjencës artificiale, që kërkon vetëm t'i mbajë të lidhur për sa më gjatë të jetë e mundur. Në fund të fundit, milqenia e atyre që nuk përdorin mediat sociale shpesh rrënjoset në vetdijen e plot, duke mos menduar vazhdimisht se si do të duket një situatë në një fotografi, ose cili mbishkrim do të jetë më i zgjuari, një person mund të jetë plotësisht i pranishëm në përvojë. Perëndimi i diellit nuk është kënaqësi, është një përvojë. Përqafimi nuk është një imazh që synon të shkaktojë reagjime, është një transferim i vërtet i dashurisë. Kjo aftësi për të jetuar, në të tashmen absolute, është një nga antidotët më të mëdhenj ndaj ankthit modern, i cili është pothuajse gjithmonë një shqetësim për të ardhmen ose një reflektim mbi të kaluarën. Si përfundim, psikologjia e njerëzve që nuk përdorin mediat sociale
zbulon një profil individësh që i japin përparësi substancës mbi pamjen e jashtme dhe qetësisë mbi urgjencën. Ky nuk është një refuzim i teknologjisë, por më tepër një përdorim selektiv dhe i vetëdijshëm i saj që nuk komprometon qetësinë mendore apo integritetin e vetes. Duke vlerësuar forcën e lidhjeve të tyre në jetën reale, thellësinë e vëmendjes së tyre dhe sovranitetin e privatësisë së tyre, këta njerëz na ofrojnë një model rezistanse kundër alienimit digital. Ekzistenca e tyre na kujton se bota mbetet e gjerë, e bukur dhe komplekse për te ekranit, dhe se lidhja më e madhe nga të gjitha nuk është ajo e krijuar përmes një kabli me fibra optike, por ajo që lind nga heshtja e përbashkët dhe kontakti i drejt për drejt me sy. Në një botë që na nxit të jemi të dukshëm me çdo kusht, vendimi për të mbetur i padukshëm për internetin është ndoshta akti më i thellë dhe i shëndetshëm i lirisë që një qenie njerëzore mund të ushtrojë në shekullin e 21. Përmbushja e vërtet nuk gjendet në gjurmën që lëm në serverat e një kompanie, por në shenjën që lëm në zemrat e atyre që duam dhe në paqen që ndjejmë kur mbyllim syt në fund të ditës, duke e ditur se jeta jon i përket vetëm nesh. Ky reflektim na fton të shqyrtojmë ndryshimin e thellë midis ekzistencës digjitale dhe përvojës së vërtet njerëzore. Në shoqërinë bashkohore, kemi rënë në kurthin e përcaktimit sasior të vlerës son përmes metrikave të angazhimit, klikimeve, shikimeve dhe reagjimeve që ruhen si të dhëna të ftohta në qendra të largëta për punimi. Megjithatë, psikologjia e mirëqenies na mëson se ky akumulim i gjurmëve digjitale është i paqëndrueshëm dhe, në fund të fundit, bosh. Përmbushja e vërtet, lloji që mbështet shpirtin në kohë krize, ndërtohet përmes pranisë së prekshme. Lënia e një shenje në zemrat e të tjerëve nuk arrihet me një postim të përsosur, por me dëgjim aktiv, mbështetje të pakushzuar dhe aftësinë për të ndarë heshtjen. Këto lidhje, të cilat nuk kërkojnë një lidhje interneti për të ekzistuar, janë ato që ofrojnë ndjenjen e përkatësisë dhe qëllimit që algoritmi nuk mund ta përsërisë kurrë. Të dish që jeta jon i përket vetëm vetes është një akt sovraniteti mendor që është bërë gjithnjë më i rrallë. Kur jetojmë për galerinë digjitale, ja dorëzojmë një pjesë të autonomisë son, pritjeve të një audience të padukshme. Rikthimi i asaj pronësie do të thotë të bëhemi përsëri gjykatësit e vetëm të përvojave tona. Kur mbyllim syt në fund të ditës, paqja nuk vjen nga dija se ishim në trend ose se morëm vlerësim të jashtëm, por nga siguria se kemi vepruar me integritet dhe kemi shijuar momente që askush tjetër nuk i pa. Kjo privatësi vepron si një streh, është hapësira ku vetja mund të pushojë pa presionin e të qenit të gjykuar. Është ndryshimi midis të jetuarit të një jete për t'u ekspozuar dhe të jetuarit të një jete për t'u ndjerë thellë brenda. Kjo autonomi ndikon gjithashtu në mënyrën se si e përpunojmë historinë tonë. Kompanitë e teknologjisë posedojnë linja kohore të jetës son që shpesh e shtrembrojnë kujtesën tonë me kujtesa automatike dhe të anshme. Në të kundërt, kur ne zotërojmë jetën tonë, kujtesa jon bëhet një proces organik dhe personal. Përvojat më të vlefshme janë shpesh ato që nuk kapen nga një aparat fotografik, por përkundrazi të dhendura në retinën dhe ndjenjat tona. Kjo padukshmëri ndaj botës digjitale jep liri të madhe, duke na lejuar të ndryshojmë, të evoluojmë dhe të bëjmë gabime pa barrën e një arkivi të përhershëm digital që na gjykon. Në fund të fundit, përmbushja është një pushtim i brendshëm. Bëhet fjalë për kultivimin e një kopshti sekret, ku bukuria lulëzon për kënaqësinë e thjeshtë të ekzistencës. Duke e shkëputur mirëqenien tonë nga miratimi në mediat sociale, ne i lejojmë vetes të jetojmë në të tashmen me intensitet të ripërtërir. Jeta pushon, së qeni një produkt konsumi për të tjerët dhe bëhet një vepër arti private. Shenja e vërtet, ajo që ka vërtet rëndësi, nuk matet në terabajt, por në thellësinë e rrënjve tona emocionale,
dhe në qetësinë e një vetdije që e njeh veten të lirë nga zinxhirët e shikimit të tjerëve. Është në këtë hapësirë pavarësie që ne gjejmë forcën për të qenë autentik, duke dashur pa filtra dhe duke jetuar me qetësinë mendore se thelbi ynë nuk është një statistik, por një flakë e gjallë që vetëm ne kemi nderin ta ruajmë. Pëlqejeni, abonohuni dhe shpërndajeni. Shihemi herën tjetër.